Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'du wa ba'd. Hamdi adhurimi janë për Zotin, atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij i fundit. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin për të, familjen e Tij, shokët e Tij, ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vllazni, sot do jem me hadithin të cilën transmeton Anas ibn Maliki radhiyallahu anhu, njëri nga 7 transmetuesit e fesë islame, huzmëshari në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për 10 vite, që kanë dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke dhënë një këshill që më të vërtet, nëse kuptojmë edhe këtë hadith, do ja lehtësojmë jetën vetvetes. Arsyeja është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Askush nga ju nuk beson derisa t'ia dëshiron vllaut të tij atë që ja dëshiron vetvetes. Kur njeri ja dëshiron të mirën vllaut të tij, ashtu që ja dëshiron vetvetes, i plotson njërin prej shtyllave të besimit, që është kaderi, caktimi i Zotit xhaleshanu. Sheikh Muhammad Uthemini që e thot një këshill që më të vërtet ka nevojë çdo besimtar dhe besimtare, sidomos ata të cilët kanë xhelozi, kur i shohin vëllezërit dhe motrat e tyre të afër dhe të largët, që Zoti xhaleshanu po jep begati mirësinë këtë botë. Thot Sheikh Uthemini, Allah i në bashkof me ta në xhenet, thot muslimani nuk i lejohet të xhelozon as pa besimtarin për të mirat e kësaj dynjaje. Nëse nuk qenë ka leju me që ne, kur shohim një komshi tanin, që ka një shtëpi të gjerë, një makinë të rehatshme, një biznes që është duke ecë këtë dynje, nuk lejohet që ne me e xhelozu për atë që Zoti ja ka dhënë atij këtë botë. Atë qysh është qëndrimi i muslimanit ndaj muslimanit. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na këshillon që ato që ja dëshirojmë vetvetes e kemi obligim ja dëshiru edhe vllaut. Kur thot vllaut, këtu nuk është qëllimi vllau i nënës dhe babës, ajo është edhe më i afërt. Dhe dëshira për vllaun e gjakut do të jetë edhe më e madhe se sa për vllaun e fesë. Se dietarët e fesë kur kanë bisedu për tyre Sheikh Fozani, Allah i mëshiroft, kur fol për obligimet e vllaut për vllaun dhe komshin për komshin, e ka një ndarje jashtëzakonisht të mirë që ka nevojë të ceket në këtë mbrëmje. Thot nëse komshin e ke besimi tjetër, e ke obligim nga Zoti të sillesh dhe ka një hak ndaj teje, hakun e komshillakut. Ndërsa nëse e ke komshin të besimit, i ka 2 drejta tek ti. E para e drejta e kojshisë dhe e drejta e besimit. Ndërsa nëse e ke kojshin, fqinjen, të besimit, gjakut, do të xhenezës familjes, i ka 3 drejta ndaj teje. E para, hakun e kujshisë, hakun e besimit, edhe hakun e xhenezës që të lidhen në mërzete. E më të vërtet, ne si besimtar dhe besimtare, është ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin tjetër na ka mësu dhe ka thonë: nëse shihni diçka te vllau i juaj, që ju pëlqen, lutni Zotin me ashtu të mirën që e ka. Jo me xhelozu, jo me nevrikos,
jo me ngushtu, po me e lutë Zotin me jashtu atë mirë se në ka. Kur ne e lusim Zotin për vllaun ton, për të mirën që e ka, për neve luten me lajket dhe thojnë edhe ty të dhash Zoti atë që e ka ai. E me të vërtet, do nalim me disa fjalë të dietarëve që në mundu me spjegu këtë hadith. Është një hadith që me të vërtet njeriu, nëse e kupton, edhe praktikon në jetën e tij të përditshme ka më shliru. Njëjtë sukur i burgosur kur del nga burgu. Do shta edhe me i shliru. Për arsye që jeton në një jetë në mesin e njerëzve, të afër dhe të largët, dhe e din se ato të mirat e cilat i kanë nga i madhi Zot. Allahu xhaleshanu hun këtë botë e kalon një pjesë të rahmetit të tij. Që rahmeti i Zotit është i ndarë në 100 pjesë, një e ka zbrit këtë botën se ndërtojmë, dhe kanë jetu njerëzit para neve, dhe do të jetojnë njerëzit pas neve, dhe 99 mëshira të Zotit i ka lënë Allahu për besimtarën ditën e gjykimit. Dhe në këtë hadith, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja mohon besimin e plot të detyrueshëm një muslimani, derisa ai të dojë për vllain e tij atë që do për vete. Ky kusht ka të bëjë me çështjet e dynjas dhe të ahiretit. Këtu përfshihet edhe sjellja e tij me njerëzit, ashtu siç dëshon që njerëzit të sillen me të. Abdullah ibn Amr ibn al-As transmeton një hadith të gjatë në Sahih Muslimit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush dëshon t'i largohet zjarrit, le ta gjej vdekja duke besuar te Allah dhe bota tjetër, dhe le t'ju jap njerëzve atë që dëshiron t'i japin. Allahu i madhruar në librin e tij thotë: mirë për ata që hanë në peshë dhe matje, të cilët kur matin për vete e marrin masën e plot, ndërsa kur matin të tjerëve me litër ose me kandar, u apaksojnë. Surën Mutafifin, ajeti 1, 2, 3. Allahu xhaleshanu po i kritikon ata të cilët kur peshojnë për vete me mor mallin e vet, kanë dëshirë që të jetë pesha e plot. Ndërsa kur peshojnë për të tjerët, kanë dëshirë që pesha, matse, qoftë me litër apo me kilogram, të jetë e mangët. Kështu do të jetë edhe në jetën e përditshme. Nëse dëshiron të mirën e plot për vetveten, duhet me dëshiruar të mirën e plot për vllaun, për motrën, për arsye që me të vërtetë jemi në kohë ku ne si xhallar dhe ju si besimtar keni pyetje të vazhdueshme për xhelozinë e madhe të cilat i ka kapluar vëllezërit dhe motrat në pasuni. Për arsye që po xhelozojnë se kur kanë qenë të barabartë në pasuni, të varfër të gjithë, nuk kanë pas çka nevojë me xhelozu. Mirë po kur shohin një vëlla që Zoti xheleshoni i ka dhënë, ja ka shtuar bereqetin, është një me të vërtetë një shprehje e zilis që nuk ka qenë ndoshta në kohën kur kanë qenë më të pakët në pasuri. Hadithin Hafidh ibn Rajabi në librin e tij Jamil Ulum wal Hikam thotë: hadithi e Enes radhiyallahu anhu, po anse besimtarin duhet ta gëzoj ajo që gëzon vëllain e tij. Dhe të doj për atë që e dëshon për veten e tij. E gjithë kjo arrihet kur zemrat janë të ruajtura nga mlefi, dredhia dhe zilia. E theme këtë sepse zilia e shtyn njeriu të urrej faktin që dikush të jetë më sipër se ai për ndonjë vepër të mirë, apo që të jetë në një grad më të. Ai kërkon të dallohet nga të tjerët me vlerat e tij dhe të veçohet nga të gjitha me këto vlera, ndërsa imani kërkon të kundërtën. Kërkon që të gjithë besimtarët ta shoqërojnë atë në mirësitë që i ka dhuruar Allahu pa i lënë mangët asgjë. Në një tjetër vend thot ai shpreh kështu: në përgjithësi besimtarit i kërkohet të dojë për besimtarët atë që do për veten e tij dhe të urrej për ta atë që urren për veten e tij. Për këtë arsye, nëse vëren tek vllai i tij ndonjë temë, duhet të angazhohet në përmirësimin e saj. Asni sahabët kur ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në hadithin që na shpjegou, që kur ne e shohim të mirën të vllaut, lutem. Mirë po kur ta shohim të metën, në qoftë se ja dëshojmë të mirën, nuk heshtim nga e keqja. Besimtari, kur e sheh vllain e tij se është rrëzuar, e konsideron veten e tij se është rrëzuar
dhe ja zgjat dorën dhe mundohet me nxjerr nga situata që është. Se jemi një trup. Ku thojmë besimtar nuk është fjalë e lehtë, dhe ku thojmë jemi pasues Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është fare e lehtë, për arsye që jemi ummeti më i zgjedhur. Nëse se lexoni shumë për historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e tij, do kuptojmë çfarë obligueshmërie na ka ngarkuar Zoti, për arsye se jemi njerëz të fundit që do jetojnë mbi sipërfaqen e tokës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë muslimanët janë si një trup i vetëm, një trup. Thotë ku një pjesë e trupit ankon për temperaturës, për ethë, i tërë trupi, do dhem, i tërë trupi ka plot nga ethët dhe temperatura. E tash nëse vllavi jon, e ka një tmet, dhe ne nuk angazhohemi në përmirësimin e saj, qoftë ajo në veten e tij, qoftë bashkëshorten e tij, qoftë fëmijët e tij, dhe ne jemi afër me jetesën e tij, pasojë do të vinë në shtëpinë tonë. Për arsye që ne nuk kemi angazhuar përmirësimin e të keqës që gjendet rreth neve, dhe atëherë patyshim që komë na godit neve. Se njerëzit kanë dëshirë me emitu njëri tjetrin, si në punë të mira, si në punë të këqija. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka porositur për marrjen e shokit, ka thonë njeriu është fenë e shokit, keni kujdes kënd po e merrni për shok. E pra të mundohemi që më të vërtet t'u adum të tjerëve atë që dëshojmë për veten time. Është një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në kujdesin e robit kur robi kujdeset për vëllain e tij. Besonin Zotin. Në qoftë se ju kanë mbyll punët e juve personale. Edhe dikush ta kërkon një punë që është e kryeshme dhe mundet më u kry. Dijeni që Zoti ta ka thënë një risk, për arsye që ti kur kujdesesh, ti je njeri. Ndërsa për punë tua i madhi Zot do të kujdeset tek ti. Do të inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, më të vërtet Allah është në kujdesin e robit kur robi kujdeset për vllain e tij. E patyshim të mundohemi të kujdesemi për vetveten dhe ata që na rrethojnë. Këtu bëhet fjalë për mohimin e nivelit më të lartë të besimit dhe për përsosmërinë e tij. Në një përcjellje tjetër të Imam Ahmedit lexojmë njeriu nuk mund të arrijë përsosmërinë e imanit pa dashur për njerëzit ato mirësi që do për veten e tij. Ku njeri më të vërtet të mirat e njerëzve i shën nimetet e Zotit, gëzohet që vllau i tij ka, gëzohet që motra e tij ka, gëzohet që besimtarët kanë. Kjo nuk është gradë e lehtë, mi po është gradë e lartë e petkut besimit që gjendet në zemrën e atij personi. Ndodh shpesh që imani të mohohet për shkak të mungesës së disa prej shtyllave dhe detyrimeve të tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon në një hadith, thotë i pamoralshmi nuk është besimtar gjatë kohës që ai bën imoralitet. As hajni gjatë kohës që vjet. As ai që pi alkool nuk është besimtar gjatë kohës që është duke pirë. Nuk ka besuar njëri nga keqja të cilët nuk janë të sigurt, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fëmijët e tij. Dietarët kanë mos pajtime për sa i takon personit që kryen mëkate të mëdha, nëse duhet quajtur besimtar me besim të mangët apo nuk quhet fare besimtar, por thjesht musliman. Ata kanë dy qëndrime për këtë çështje dhe të dy janë përcjell nga Imam Ahmedi. A me quhet besimtar a musliman? Gjatë kryerjes dhe këtyre mëkateve, disa prej komentime kanë thonë imani del nga trupi i tij. Mirë, po nuk është i shkputën. Nuk ka rënë kufër në qoftë se ditë se është ka bërë mëkat. Mirë, po në qoftë të se e lejon gjitha këto veprat, këqija të neveritshme, dhe thotë nuk ka asgjë të keqe me i bë, atë ka dalë nga feja islame për arsye që po lejon një të ndaluar. Ibn Abbas i thotë laviret i nxirret drita e besimit. Ebu Huraira radhiyallahu anhu thotë, ati nxirret imani dhe i qëndron sipër si hije. Pastaj nëse pendohet i kthehet sërish. Asnjëherë për jush nuk do të ketë besim të plot derisa të doj për vëllain e tij musliman atë që do për veten e tij. Ndërsa personi që kryen mëkate të vogla nuk privohet tërësisht nga ky emërtim, por i thuhet besimtar me besim të mangët.
në përputhje me mëkatin që kryhen, paksohet që do për veten, si dhe të orrej për besimtarin atë që orren për veten. Besimtari i mirë, nëse vren të vllajt i musliman, do një mangësi që ka të bëj me fen, përpiqet ta përmirësoj. Nëse është dikush tjetër një vlerë të cilën ai nuk e gëzon, shpreson që një ditë ta arrijë atë vlerë që gjendet të vllavë i tina. Nëse vlera ka të bëj me fen, arritja saj është e pëlqyeshme, sepse i dërguari donte pozitën e dëshmorit. Ai thot, mos keni zili, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, mos keni zili përveç se për dy persona. Për atë që Zoti ka dhënë pasuri, i ka dhënë Zoti pasuri. Dhe shpenzon pasurinë natën e ditën për hir të Allahut xhaleshano. Do të thotë çka lejohet me pas tu zili për të mirë, që inshallah më jep Zoti pasuri. Çuçi ka dhënë filanit, i cili u ka shpenzon pasurinë aty ku don Zoti xhaleshano. Do dëshiron me pas ato që e ka. Dhe për atë që Allahu xhaleshanu i ka dhënë dijen e Kuranit, dhe ai e lexon Kuranin ditën e natën. Vargu kuranor, që thot Allah, dhe mos i dëshironi, lakmoni ato gjëra përmes të cilat Allahu ju ka dalluar disa prej jush kundrejt të tjerëve, është komentuar se bëhet fjalë për zilin në kuptimin ku ne dëshirojmë për veten ato që janë dhënë vëllait e tij musliman, siç është familja, pasuria kështu më radh. Pra duke dëshiruar që tjetri të privohet për këtyre mirësive dhe ne t'i përvetësojmë ata. Do thotë, ja ka dhënë Zoti të mira, ke dëshirë që t'i paksohen atij, t'i morim vetes tonë. Tregojnë pe tregime që e kanë dëgjuar në një jetë smut, as shumë e ka kapluar xhelozia, që është me të vërtetë një rast jashtëzakonisht i pandëgjuar ndoshta në botën islame. Thotë, as shumë të urrej njerëzit. Edhe i smut subhanallahu. I shtrem spital.
Thot, as shumë i rrej njerëzit se kom dëshirë, as të një njeri mës me pas mundësin me jetë kaptina. Edhe këshillojnë, i thonë ti smuja që e paske në zemrën tonë, qenë ka me eronë se smuja që të ka spërvu Zoti i shtrim në spital. Se kjo është smuja zemrës. Që shdo të takon ky njeri me kaq urrejtje që ka për njerëzimin, me kaq haset që ka për njerëzimin. Konkurenca e lavdruar, megjithatë besimtari duhet të bëhet merak për humbjen e të mirave të fesë. Për këtë arsye është urdhëruar që për sa i takon fesë, ta shikoj ata që janë sipër tina, të përpiqet maksimalisht t'i konkurroj ata në këto vlera fetare. Siç thuhet në Kur'an dhe për këtë, le të përpiqen ata që përpiqen. Allahu xhalla shanuhu, falyatanafasi almutanafisun, që të bëjnë gara, do të ata që dëshirojnë me bë gara. Çka? Në punë të mira. Nëse i shef vëllezërit, kumshit që janë besimtar dhe nuk hupin namazin e sabahut në xhami, dhe nuk e hupin safin e parë namazin në xhami, to lejohet me bë gara. Nëse shef besimtar që ka mundohet me lexu Kur'an, e bën hatme një herë në javë, një herë në 2 javë të Kur'anit, një herë në muaj, mundohet. Nëse shef që dikush për besimtar po agjeron tonë të tëte, më mundu që edhe ai më qenë pe atyre të cilët Allah xhëshon. Jo me shpresu që edhe vetë nuk agjeron, edhe vetë nuk lexon Kur'an, që me lën ata të cilët agjende të zënë janë. Besimtari i mirë nuk bie asnjëherë prej e urrëties nëse dikush bëhet pjesëmarrës në konkurrencë. Madje dëshiron që të gjithë njerëzit të garojnë për punë të mira. Përveç kësaj ai bëhet nxitës në këtë drejtim, sepse kësaj përmbush detyrën e këshillimit të muslimanëve. Sidoqoftë, nëse dikush e kalon në ndonjë mirësi të fesë, ai përpiqet të arrijë dhe shqetësohet për mangësitë e tina në këtë drejtim, si dhe për mos konkurimin me ata të vijës së parë. Jo sepse Zoti i ka zili për mirësitë që ka dhënë Zoti, jo sepse ai i ka zili për mirësitë që ka dhënë Zoti, por se dëshon të bëjë përpjekje si ata dhe t'i arrijë mirësitë e Zotit xhëshone. Njeriu duhet të shohë vazhdimisht mangësitë e tij në raport me nivelet më të larta, sepse kështu përfiton dy të mira. E para, përpiqet më shumë dhe bëhet më konkurrues për sa i përket mirësive, madje i shton ato. E dyta, vetëdijsohet se nevoja për përmirësimin nuk ka të mbaruar. Punët e hajrit nuk kanë fund. Sahabët e dini mirësinë dhe garën që kanë pasur në punët e mira, dhe gara më dallume që ka qenë me sahabët ka qenë gara mes Abu Bekrit radhiyallahu dhe Omerit radhiyallahu anhu. Vazhdim ka folin për dy njerëz që kanë qenë të veçantë historitë njerëzimit. Me të zgjedhjet e gjithë ymmeteve prej ymmeteve pasuesve të pejgamberëve. Para mendoni çfarë kënaqësie është kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përgëzuar me xhenet për zgjallje. Mirë po, ai ka shty ata me lon punët e mira, me thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përgëzuar me xhenet. E unë tash, ja lecoj pak që mosh që e kam, që të jetë që e kam, do thot po falna pak më pak namaz vullnetar, po agjeroj pak më pak agjerim vullnetar, po lexoj pak më pak Kur'an, po shkoj në punë të mira pak më pak, për arsye që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për mua që kimë fitu xhenetin, edhe jepi xhenet live. Do të garimin punë të mira nuk u ndal për këtyre dyre. Deri në luftën që ka qenë prej betejave të fundit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që ka bë betejën e Tebukit. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dëgjuar se populli pabesimtar nga pasuesit e librit dhe arabët që kanë qenë idhujtar janë bashkuar dhe dëshirojnë me sulmu shtetin islam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është betejë e vetme që i ka tregu popullit Medinës se ku do të shkon. Pse i ka tregu, thonë dietar dhe historianët, thonë se ka qenë largësi e largët. Dhe ka pas nevojë ushtria islame që të përgatitet në përgatitjen më të madhe që ka qenë e mundshme. Dhe Omeri radhiyallahu anhu thotë sot merr dita që lut Zotin që lëshon mja kalu e Abu Bekrit radhiyallahu anhu punë të mira. Kjo është ajo gara që shpresoj me pas. Apo flasim pa dëmtu vetveten, pa qit njeriu në pozitë pa lakmush me vetë. Në qoftë e sheni një projekt hajrit, nuk po ka ndoshta mundësi dikush nga ne që me kontribu materialisht. Mungon. Mi po ashe që ka punojnë që ta punëtor në xhami, një shtëpi për shtëpive të Zotit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush ndërton një xhami, sa vendoset balli në tokë, Allah do ja ndërton një shtëpi në xhenet. Do të si ka çat
parë të vogël. Mirë po, a mundet më shku me që ata punëtorë që nga punojnë, me shërby me ujë gjatë ditës? Mundet. A mundet me ofru që ato mjetet punës? Mundet. Ndoshta është i ri edhe ka fuqi, a mundet më shku me qit 1 argat, 2 argat, 3 argat, 5 argat, 10 argat? Mundet. Do thotë, nuk largohet prej kërkimit dhe konkurimit veprat mira. Omer radiallahu anhu e merr gjysmën e pasurisë dhe ja dërgon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për përgatitjen e ushtrisë islame, për me mbrojt fjalën e Zotit xhaleshanu, për arsye se sipas pabesimtarëve do japim një goditje të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesve të tij. Dhe pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Omer radiallahu anhu se këtë që e solle, çfarë i ke lënë familjes? Omer radiallahu anhu i thotë i kam lënë as sa kam sjell. Do gjysmën e pasurisë kam lënë për familjen time. Pas pak çaste arrin Ebu Bekri radiallahu anhu dhe vendos pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para tina dhe pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrin, shokin e tina, njeriu më të mirë pas profetëve, se çfarë i ke lënë familjes? Ebu Bekri thotë ja kam lënë Allahun, pastaj të dërguarin e tina. Do thotë çka ka pas? E ka dhënë, do thotë për Allahun xhaleshanu, për më mbrojt fjalën e që na sot këtë natë të bekume me ra shahadet, me përmend Allahun xhaleshanu xhaleshanu. Kjo është ai konkurrimi që lavdrohet. Do thotë jo që ja kemi xhelozi dikujna që nuk i hub asnjë namaz në xhami, me po kemi dëshirë edhe na po edukojmë shpirtin tonë që të jemi me ta. Pishojmë dikush që ka bën vepra të mira, do të edukojmë dhe konkurrojmë në punë të mira. Kur ne i bëjmë këtë, vetëdijsojmë se nevoja për mirësim nuk ka të mbaruar dhe sa do që njeriu mendon që e ka arrit atë kulminacionin e besimit, dije se kalon më shumë se sa ka arrit. Pra ditën e gjykimit, vllazni, të gjithë njerëzit do të pendohen. Të mirët, pse nuk kanë bërë më shumë që me morë shpërblimin e Zotit më të madh. Dhe të këqijt, pse kanë bërë të këqija. Do të nuk ka atë ditë gjykimit, besimtari do ta kritikon veten. Sikur ti ke ashtu veprat e mia, mirë po aty në mbyll, për shkak se janë ditë gjykimit. Ndërsa pa besimtari pse nuk ka besu dhe pse nuk ka vepruar drejt. Përfitimet e nxjerra nga hadithi janë: besimtari duhet të dojë për vllain e tij atë që do për vete dhe të urrej atë që urren për veten e tij. Kush për të arritur këtë gradë është se atij i mohohet besimi plot i domosdoshëm derisa të jetë i tillë, derisa të jetë besimtar që ja don vëllezërvet e tij atë që ja dëshiron vetvetes. E treta, besimtarët janë në shkallë të ndryshme në besimin e tyre. E katërta, përdorimi i fjalës vëllain e tij është formë zbutëse për muslimanin, në mënyrë që të bëjë për vëllain e tij atë që i kërkohet. Kulusim Allahun xhaleshanu xhel xhelaluhu, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë prej atyre besimtarëve që me të vërtetë ja dëshirojmë vëllezërve tanë atë që ja dëshirojmë vetvetes. Walhamdulillahi rabbil alamin.